Përshëndetje, në këtë video ose në këtë seancë do shpjegojmë disa nga toolset e Google-it. Ne jemi loguar tashmë, kemi aksesuar faqen zyrtare të google.com dhe në sektorin që është më shumë pika, ne gjejmë disa nga shërbimet e Google-it, të cilët kanë një përdorim masiv dhe mendoj që gjithë secili nga juve rekomandoj që të përdorni dhe t'i navigoni sepse mund të jenë zgjedhje për shumë situatat tuaja, qoftë personale, por edhe qoftë për nevojat e biznesit ku ju punoni ose keni vendosur që të hapni një biznes tuaj. Ne shumë nga këto shërbime në fakt I kemi parë edhe në seancat e tjera, siç është për shembull Google Maps, kemi parë Google Earth dhe shumë shërbime të ndryshme të Google-it. Unë do kaloj disa nga këto shërbime që mendoj që janë thelbësore për t'u prezantuar, por gjithashtu ju inkurajoj që edhe juve t'i navigoni dhe t'i shikoni sepse janë vërtet shumë interesante. Atëherë, në fillim do prezantoj me Gemini ose nuk e di si mund të përshtatet në shqip. Po kjo është inteligjencë artificiale. Tani në këto periudhë që po jetojmë, inteligjenca artificiale është kryefjala e gjithë informacionit mediatik, por gjithashtu edhe bizneset gjithnjë më shumë po tentojnë që të kalojnë tek inteligjenca artificiale për përfitimet të mëdha që ky shërbim ofron në thjeshtëzimin e shumë proceseve të punës. Atëherë, unë në fakt kam marrë një shërbim një mujor që është një trial ku më jep mundësi që unë shërbimin e Gemini të Google-it ta mund ta përdori pa pas nevojë për një pagesë, por patjetër në momentin që mbaron trial, ajo ka një shërbim, ka një tarif të cilën e paguani dhe mund ta merrni si shërbim. Ktu mund të bani një deep research ose integrohet me Canva dhe ka shumë veçori të ndryshme të cilët unë mund t'ju rekomandoja që ju ta navigoni. Atëherë, përveç Gemini, ne do shohim disa nga funksionet kryesore thelbësore të Google-it, është edhe Google Sheets, Google Docs, Google Slides. Atëherë, si fillim do kaloj me Google Docs. Atëherë, Google Docs, le ta supozojmë ose le ta përmbledhim që është një version online i Microsoft Word. Është gjërësisht I përdorur, ndoshta në shumë funksionalitete është edhe më I thjeshtëzuar se Microsoft Office, domethënë paketa e Wordit, por ka një përdorim të gjerë dhe gjithashtu është shërbim falas dhe ka një përdorim sidomos edhe për pjesën e punimeve në grup. Në momentin që ju e hapni Docs, ju mund të shikoni dhe unë ju inkurajoj edhe të shikoni template-et e ofruara qoftë nga Google Docs, por edhe nga paketa e Microsoft Wordit, sepse mund të jenë idera ose sugjerime të cilët janë me vlerë. Këtu mund të keni një template se si mund të mbajnë shënim gjatë një takimi, një letër biznesi, e cila ju e hapni dhe në momentin në të cilën ajo është atëherë në momentin në të cilën ju jepet si mundësi për të punuar, ju e shikoni që në fakt kjo letër është thjesht është lehtësisht e editueshme, ku ju mund të krijoni të gjithë përmbajtjen sipas nevojave të ndryshme që ju mund të keni për biznesin ose duke e personalizuar sipas materialit që kërkohet. Tani kjo është një business letter, një strukturë e ndërtuar nga Google Docs. Gjithashtu shumë e përdorshme të gjitha shërbimet e Google-it kanë një si Google Docs, Google Sheets dhe Google Slides, janë shumë të lehta për të bërë share. Në opsionin share, ku këtu në share mund të kërkoni ose mund të vendosni edhe një herë. Mund të vendosni persona të cilët janë të përfshirë në këtë projekt që po ndërtoni, ose mund të jenë duke hartuar bashkërisht këtë dokument, ku në bazë të drejtave ju mund ta përcaktoni nëse ky person është një editor, një komentues ose thjesht është në
vëzhgim të këtij dokumenti, sipas specifikave të caktuar, ju përcaktoni dhe rolin e tij në këtë dokument dhe çdo ndryshim mund shkruani dhe një mesazh dhe këtë dokument e dërgoni dhe ju i dërgohet automatikisht në adresën e emailit. Tani e supozoj që do vendos veten tim. Ose mund vendosni shumë emaile të ndryshme dhe ai si link ose mund ta kopjoni si link dhe e dërgoni dhe një kopje dërgohet adresa ku përcaktohet një link specifik ku ai mund të hapi këtë dokument dhe bashkarisht çdo ndryshim që ju bëni në këtë dokument automatikisht shfaqet tek të gjithë të tjerët, duke bërë shumë të thjeshtë dhe shumë të lehtë punën në grup. Gjithashtu, këtu janë edhe komentet ku ju mund të shtoni një koment. Për shembull mund të shtoni vendin ku ju dëshironi që të shtoni komentet. E supozojmë që do ta shtojmë gjithë të paragrafin edhe ju lutem korrigjoni gabimet. Dhe në këtë mënyrë afishohet një koment. Këtë koment mund ta editoni. Për shembull, përmes simbolit të atë mund të shtoni personin për të cilën shkruhet duke specifikuar personin për të cilën i shkruhet ky koment dhe në këtë mënyrë ju mund të komentoni dhe mund të komunikoni bashkarisht me pjesën tjetër të grupit përmes komenteve, duke bërë gjithnjë edhe më të lehtë dhe më bashkëpunuese pjesën e punës në grup. Atëherë pjesa e tjera të këtij dokumenti është që ne vazhdojmë të kemi pak a shumë një prezantim si të dokumentit, si të paketës së Microsoftit, domethënë të paketës së Wordit, ku ne kemi mundësi të shkruajmë, të vendosim përmes inserteve. E supozojmë që do hapim një dokument të ri. Tani jemi në një dokument të ri, e heqim këtë template-in, ku janë më shumë vlerë edhe pjesa e përdorimit ose eksplorimit të templateve të ofruara nga këto platforma. Atëherë, neve mund të shkruajmë agenda e takimit, e konferencës. Agenda e konferencës. Dhe sigurisht edhe këtu kemi share, mund ta shkarkojmë duke shkarkuar në dokument, duke shkarkuar në PDF, mund ta riemërojmë, mund t'i bëjmë një kopje dhe tek editori mund bëjmë copy paste me të njëjtat komanda në tastier siç është edhe tek Wordi. Tek inserti që është pjesa që ndoshta përdoret edhe më shumë, këtu mund të vendosim një imazh, mund ta marrim nga fotografitë ose mund ta gjenerojmë përmes teknologjisë të inteligjencës artificiale, mund të vendosim tabela, mund të marrim drawing ose duke pikturuar, mund vendosim charte ose mund ta lidhim automatikisht me Google Sheets, që e bën akoma edhe më të integrueshme me paketat e tjera të Google-it. Mund vendosim watermark, që në këtë rast ne mund ta hartojmë, mund përzgjedhim një simbol ose mund ta shkruajmë confidencial, e supozojmë që shkruajmë në shqip dhe vendosim done dhe tani ne e kemi hartuar ose kemi dizenjuar një watermark ose mund të jetë ose e supozojmë që mund ta shtojmë të dhe sekret, e shkojmë edhe një herë në watermark dhe e shënojmë sekret dhe në këtë mënyrë e dizenjojmë watermarkun në mënyrën që mendojmë
që është e përshtatshme ose është përmbajtja e dokumentit tonë. E supozojmë që është një konferencë e cila të gjithë dokumentat duhet të mbahen, të gjithë informacioni duhet të mbahet sekret. Ka header and footer që pak a shumë janë të ngjashme me page numbers ose page break që në këtë rast krijon një faqe të re. Mund të kemi page numbers ose numërimin e faqeve, ku ne kemi faqja 1, faqja 2 dhe faqja 3 me radhë, ku bëhet një numërim automatik. Dhe kemi pjesën e formatimit, këtu formatohet teksti, vendosen bullets që është e supozojmë që do shënojmë në këtë mënyrë dhe ne vazhdojmë dhe shënojmë përmbajtjen e agjendës. Në format përzgjedhim shkrimin me 2 kolona ose me 3 kolona, shtimin e bullet ose mënyrës së listimit, dhe siç e shpjegoj, edhe këtu është page orientation, ku ne mund ta prezantojmë dokumentin në formatin landscape ose në formatin portrait, që besoj juve i keni hasur edhe në pjesën e dokumentit në paketën e Microsoftit. Pastaj janë toolset ku janë më së shumti edhe për pjesën e dictionaryt, ku mund të keni të mundur edhe përdorimin e fjalorëve, për voice typing, që në këtë rast ju e klikoni dhe në momentin që flitet, ajo bën shkrimin e asaj fjalie që ju thoni, e supozojmë. Zgjidhni gjuhën, e supozojmë që ne nuk e kemi gjuhën shqipe, nuk është gjuha shqipe, por e supozojmë që jemi në anglisht dhe klikojmë. Please siç e shikoni, ajo bë mundur shkrimi i fjalës please, që është nga dokumenti nga pjesa e mikrofonit. Përveç kësaj, dhe në pjesën mund të printojmë, mund të undo edhe mund të zvoglojmë, mund të bëjmë zgjedhje të formatit të shkrimit ose mund të insert pictures. Kjo është ikonat ku ne na mundëson për t'i aksesuar më thjesht përmbajtjen e dokumentit. Përveç kësaj, që është pjesa e përdorimit të Google Doc, është edhe Gemini, ky që është në formën e yllit, është ikona Gemini. Në këtë rast mund ta klikojmë dhe menjëherë mund të ne na aktivizohet Gemini. Tani unë mund t'i them në anglisht, can you please create a letter, an agenda, a meeting agenda. Tani, i krijuam Gjimit të na ndërtoj një agent, ose mund ta krijojmë më lart. Hapim një dokument të ri. Can you please fshim këto. Dhe e bajmë një dokument nga e para. Can you please create an agenda? Tani, automatikisht ne na krijon një template ose një të gatshme për sa i përket agjendës, dhe përmes opsionit insert
ne automatikisht e shfaqim në dokumentin ton. Dhe siç e shikoni, këtu është një format i gatshëm se si ne mund të krijojmë një agent duke pyetur Geminin. Tani, Gemini mund të përdoret edhe për shumë elemente të tjerë në përpunimin e informacionit të dokumentit ose për çfarë lloj ndihmëssh të ndryshme. Ju e kërkoni ose i kërkoni një ndihmë agentit ton të inteligjencës artificiale që t'ju ndihmoj dhe ai mund të përdoret. Tani duke qenë se unë e kam përdorur gjithmonë vetëm në version falas, unë gjithmonë e kam përdorur atë në shërbimin në anglisht dhe kam provuar që të gjeneroj template të ndryshme në këtë përmes pyetjeve që i drejtohen në anglisht. Tani, këtu mund të ndërtohet një tab i ri, që do thotë u larguam nga dokumenti i parë dhe krijuam një tab të dytë. Dhe këtu kemi agentin imobilar, ku mund të marrim si template. E supozojmë që jemi duke krijuar disa dokumenta të ndryshme për konferencën, duke për zgjedhur e supozojmë agenten dhe në tabin e dytë shënojmë dhe shkruajmë fjalimin. E supozojmë që këtu është agenda, i japim emër tim agenda dhe këtu është tabi i dytë, i japim një emër tim, është fjalimi, që do të thotë është një dokument tjetër. Tek agenda ne mund vazhdojmë të shkruajmë, ta përpunojmë informacionin dhe tek fjalimi që do mbajmë, mund të marrim dhe mund të klikojmë opsionin për ta gjetur një gjë nga pjesa e shabloneve ose pjesa atyre që janë gati, ose mund ta gjenerojmë përmes Gemini që e kemi në shërbimin ton. Ashtu siç ju informova dhe më përpara, është edhe share, ku ju mund të punoni në grup dhe Google Sheets dhe Google Docs si dhe Google Slides ka të gjithë mundësitë për të punuar në grup dhe për të bashkëndarë si pjesën e fjalimeve për t'i bërë në grup, por edhe për të marrë konfirmime të ndryshme në qoftë se janë në pozitat e përorëve. E supozojmë që këtë dokument e shkarkoni, i vendosni një shkarkim dhe tani është bosh, pasi unë nuk kam shkruar asgjë tek tabi i dytë, por mund të shkarkojmë agendën. E supozojmë që do e shkarkojmë në PDF, sepse në fakt është një format shumë i përdorur. Dhe siç e shikoni, unë kam shkarkuar atë me watermarkun sekret dhe ju edhe mund ta printoni. Mendoj që është shumë kreativ Google Docs dhe gjithashtu është edhe shumë i përdorshëm. Ndoshta në disa elemente mund të jetë më i thjeshtëzuar se sa pjesa e Wordit, por të gjitha funksionalitetet dhe të gjitha elementet janë falas, ofrohen përmes Google dhe ju jep një mundësi të madhe për përdorimin e këtij toolsi në shërbimet tuaja, qoftë për përdorim biznesi, por qoftë edhe për përdorim personal në projekte apo detyra të ndryshme. Ky ishte pak a shumë Google Docs me kombinimin e tij me Gemini, që është edhe inteligjenca artificiale e Google-it, ku na jep një ndihmë shumë të madhe në përpunimin e dokumentave në këtë përmes këtij shërbimi.